Edhe të shpëteni qytetarët! Se janë duke fjetur në nure akoma! Sillin ndihma, sillin dyshek, sillin badanie! Të nderuar protestues, ju jeni pjesa më shëndosh, më qëndrueshme, më vitale që keni parasysh ato njeriut. Mbi gjitha këtu ne jemi të dytruar që të vim nga kushtet të vështira, por mbi gjitha kemi ardhur dhe për moralin ton dhe për personalitetin. Kjo është një qeveri dhe një bashki që gjithmonë dhunon, shkatron, merr në përkam të drejtat e njeriut. Mbi gjitha nuk mendon edhe në bazë njerëzore dhe shoqërore. Nuk më do me gjithë ajo që ka njerëz që banojnë në kushte të vështira, ka fëmijë, ka priç, ka njerëz që ndoshta janë të vetmuar. Janë të vetmuar sepse ky është shkaku, sepse njerëzit kanë braktisur vendin, janë larguar. Pra, kemi një sektor fatorësh. Pra, të shkojmë të gjitha, ja sa na kanë bërë, edhe mbi gjitha kërkojnë që ndoshta edhe zërin ton, që është fuqia, është forca, është truri, mbi gjitha është edhe logjika, është edhe morali jon. Ndoshta kritika është sepse ne jemi shumë, por do të ishim edhe më shumë. Na vjen keq sepse aty ku mungon gjithmonë arsyeja, do të lindi edhe zëri i protestës. Zëri i protestës është edhe morali jon. Ne duhet që të kërkojmë më shumë, sepse në qovë se kërkojmë më shumë, respektojmë vetveten, respektojmë familjen, respektojmë shoqërinë, ndërtojmë një kom të shrosh. Pa ne morali jon është një gjithmonë. Më thënë një kam, nuk ka drejtësi, drejtësia është forcë. Ta kërkojmë i qik më shumë. Kjo është morali, kjo është qeshja, kjo është parimi, kjo është kërkesa jonë. Ju falenderoj të gjithëve. Kush do të flasë? Kush do të flasë gjitha qytetarët që janë prekur nga përmbytjet dalin këtu dhe gjesh një mesazh që do të gjoj këta. Emiliano Sako! Fuku korupcioni! Emiliano Sako! Fuku korupcioni! Policia të shkretë, janë përgjyder më. Të gjithë. Unë ata e kanë funksion, gjinaf zoti më. Ajde tuj. Unë e kam komshi këta më, me vjen zor më. Më vjen zor, këta e kam komshi. Afrojtu. Këta e kam komshi. Këta shefin këtu e kam komshi dhe më vjen gjinaf nga zoti se do se është me uniform dhe do të bëjnë të tyren. Po të gjithë këta policët këtu, të gjithë janë allëgji. Nuk kanë faj këta, po janë gjithë hajtudër shteti, krimet, hajtudja shqipër, gjynaf dhe këta, policia këtu, që faj ka këta, gjynaf, tur, ka shkisa dhe falënderit. Dashur protestues do t'i them dy fjalë që t'i ngjoni edhe nuk do të përsëritem shpejt, po do të them dy fakte. Është abuzuar shumë me termin që është ndërtuar në kënet në mënyrë të paligjshme ose në mënyrë prandaj po përmbytet Durrësi. Nuk është e vërtetë. Ka 30 vjet, asnjëherë nuk ka pasur përmbytje të këtyre përmasave në qytetin e Durrësit. Të gjitha përmbytjet ka nisur vetëm vitin e fundit. Kur është fikur hidrovori vjetër dhe është nedhur hidrovori i ri. Ky është fakt. Nuk është diçka që thonë një, është fakt. E dyta. E dyta dashqetari fakt tjetër është që nuk është mbytur vetëm Ishkneta. Është mbytur plazhi, është mbytur Shkozeti, është mbytur Nishtulla, është mbytur Durrësi i ri, është mbytur Spitalla, është mbytur Porto Romano, janë mbytur lagjet 17, 16, lagjet 18, është mbytur madje lagja 1. Po për Velierën, kush e kishte fajin që u mbyt Veliera? E kishin qytetarët? Do ta dëgjoj nga ju. Kush e kishte fajin? Bashkia!
Edhe një herë. Bashkia!